është një taks të sheshtë 10%, është një lajm i jashtëzakonshëm për mua, është një lajm, por problemi ekspert për të kuptuar aq detajet e rëndësishme zoti Osmani. Pra, në thelb shqiptarët duan të dinë në vija të trasha. Çka do të thotë që nëse mund të bësh një takim me biznesin ku ti je përfaqësues, Partia Demokratike patjetër që duhet ta shtrinë në detaje programin e vet. Po kur del por sot neve kemi Partinë Demokratike që ofron një qasje në vija të trashë që ta kuptojnë njerëzit se çfarë duhet bëjnë ata. Për mua sot unë do t'ja vetëm një detaj sot. Jo, një sekond, dalim këtu, një sekond, dalim këtu. Kush e mbron këtë program? Se unë me zi e kam pritur që do dali qofeve, nuk e kam vetëm me Partia Demokratike ka propozime simpatike. Po kush e mbron këtë? E di çdo këto taksa, është taksa më e lirë në Evropë. E kupton? Unë personalisht jam edhe sipërmarrës dhe unë e pëlqej në mënyrë të jashtëzakonshme. Por 10% është shumë, po shumë entuziaste. Dhe, pa tjetër, nëse ka unë jam dhe në një farë mënyre do isha dhe pjesë e ekipit për ta mbrojtur. Pra, do isha shumë partizani kësaj gjëre. Po të lutem shumë, nuk shoh as një studin mirëfill. Unë në të gjitha ato njohurit që kam dhe njëkohësisht gjithë konstatimet që kam bërë ndër vite, të gjithë programet janë bërë 3 muajt, 2 muajt e fundit. Shiko, këtu mund të ketë mangësi. Të partive? Të gjitha partive? Po, të gjitha partive. Në mënyrë të padiskutshme. Do me thonë ju dhe me këtu nuk kuptoni që janë të pastudiuara. Janë thjesht premtime elektorale. Të gjitha partive, tha. Të gjitha partive. Të gjitha partive. Ja të jap pak fjalën, Matilda Ndies, më duhet të jap fjalën pak edhe Almerit, sepse nuk ka folur fare deri në këtë momente. Fushata si po të duket, premtimet si po të duken, sa realiste janë gjitha këto premtime që po dëgjojmë për ditë. E para, unë her pas here jam i përfshirë në ndjekjet fushatës, jo shumë aktivisht, po. Dhe ditë them dhe një gjë që unë konstatoj me shumë sinqeritet vërtetësinë asaj që ka thotë zoti Osmani për përfshirjen e kandidatëve. Në këtë zgjedhje kemi parë politika është bërë aq e lirë sa çdo kush, pra unë e krahasoj me turbafolkun e viteve 2000 kur çdo kush dilte bënte një kaset dhe bëhej këngëtar, miksonte edhe nxirrte në 3 kaseta. Të njëjtin gjë sot ka prodhuar mazhoranca kryesisht, duke futur në listat e saj individ që kanë profilin e Lenka Çunkos dikur dhe njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë. Po mund ta marr në çdo qark, në çdo Po pse, ku për shembull, jep një shembull Almer, ta kuptoj. Do të shembull, po ke Zegjinen e Roskovecit për shembull. Do thonë është modeli më i përshtirë i përfshirjes dhe i përfaqësimit të femrës. Pra, kur nuk është në listë Arsejda, një vajzë shkolluar, pedagoge, në qarkun e Durrësit, sepse listën e bën Vangjush Dako dhe bandat e krimit, normalisht që Rama ja ka besuar të gjithë formimin e ekipit njerëzve të cilët janë dhe kontrollojnë votën terren. Dhe nuk mund të ketë hapësirë për njerëz të ndershëm, nuk mund të ketë hapësirë për njerëz të cilët janë të artikuluar dhe të shkolluar. Por do ketë njerëz për njerëz të cilët janë vulnerabël, pa formim, janë njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë dhe njerëz që nuk i thonë asgjë publikut. E njëjta qasje bën kryeministri, pastaj vazhdojnë të gjithë kandidatë me radhë. Një gjuhë bulliste e kryeministrit pa program, siç ka qenë 2013-ën, 2017-ën. 2013-ën erdhi dhe premtonte çmendurira. Ndërkohë që unë me zotin Osmani që mund ta kundërshtoj është bilancin që ka kjo qeverisje. Nëse do hynim, unë nuk jam ekonomist, por duhet kapur ky thelbi. Jo, shpopullimi për shembull, shpopullimi është Endre Shabani tha është faj edhe i Sali Berishës edhe i Edi Ramës. Edhe tregoi grafikun ai. Shiko, Endre Shabani është një forcë e re politike që ja do interesi politik që të shprehet në këtë mënyrë. Por unë mendoj që Jo, po tregoj shifrat pra. Shifrat do tregoj dhe unë. Por unë mendoj që shpopullimi ka ndodhur si shkak i keq qeverisjes së kësaj qeverie 12 vjeçare, kësaj epoke qeverise, që ka prodhuar skandale, ka prodhuar mashtrime, ka prodhuar njerëz të arrestuar, ka prodhuar shkatrim të gjithë molekulës dhe sistemit të ndërtuar në Shqipëri në kaq vite. Çka do ndodh? Është shkatruar arsimi. Pra, nëse ne flasim për arsim, universitetet mbyllen sepse njerëzit e dinë që po të shkollohen, të lutem, po të shkollohen, po të marrin një diplomë, nuk bëjnë dot hajrin në Shqipëri sepse bandat të vendosin drejtor, bandat vendosin kandidat si rasti Çyrbjes, bandat nuk të lënë hapësirë të blesh një apartament sepse kontrollojnë ndërtimin, bandat kanë paranë e pisët. Çfarë do bëjë një njerëz këtu? Çfarë i thot babai vajzës dhe djalit? Largohu ti, thotë se gjendet vetë është i ndershëm. Duhet të jesh pjesë e segmenteve të bandave në mënyrë që të bësh hajër në Shqipëri. Ndryshe këtu nuk gjen dot hapësirë që ti të ndërtosh jetën tënde. Prandaj familjet e reja nuk e gjejnë të ardhmen këtu. Dhe unë kundërshtoj Arsejdën edhe zotin Osmani për statistikat. Do të thotë qarku Fier në 2013 ka qenë 300.000 banor. Sot është i përgjysmuar sipas raportit të Instatit.
Sektori bujqësisë është më i braktisuri. Këtë e tregojnë të gjitha detajet apo të dhënat që vinë edhe nga studimet mirëfillta, por edhe nga fakte në terren të cilat paraqiten me protestat e fermerëve të cilët janë në mëshirë të fatit. Po, ky fenomeni i largimeve është vetëm shqiptar si fenomen, apo është rajonal, është fenomeni edhe i largimeve ndodh aty ku njerëzit nuk gjejnë dot veten për të jetuar normalisht. Pra largohen nga Sicilia drejt Milanos, nuk largohen nga Milano drejt Sicilisë. Pra, nuk largohen nga Gjermania. Gjermania ka një shtrirje dhe një thithje të gjithë njerëzve. Dy panelistët e njohin mirë italin, kështu që mund të... Patjetër, po, kjo është fakt që të kundërshtojnë nëse nuk ka largim nga Sicilia drejt Italisë. Unë nuk di që të ketë nga Milano migracion masiv drejt Sicilisë. Po, patjetër që ka nga Milano largim drejt Gjermanisë, apo nga Gjermania drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Italia ka fenomenet e veta dhe unë nuk do të futem në Itali. Unë do të themi gjë. Fenomeni i largimit flasim. Fenomeni i largimit në Shqipëri ndodh sepse të rinj nuk gjejnë vetveten. Sot në Shqipëri. Për këtë pra kjo është ideja. Si, edhe njërë Matilda? Si justifikohet kjo vlerë e largimit, e migrimit masiv nga Partia Socialiste? Me qa justifikimi mund ta përmbledhni ju komplet emigrimin e shqiptarëve gjatë këtyre viteve? Përveç se dështimit e ekonomisë... Fenomen jo vetëm shqiptar. Fenomen jo vetëm shqiptar. Ky është mashtrim, Ola, nuk është e vërtetë. Le të merrem me Shqipërinë dhe atë që na prek ne konkretisht. Nuk mund të flasim më në teori, jemi në fushat dhe se cilin nga ne, të paktën ne kandidatet për deputet të partive të ndryshme, po të paktën të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ne jemi çdo ditë në terren dhe e shohim realitetin, jo në për tavolina, e jo në për praktike atje, por e shohim realitetin këtu, ballë për ballë me qytetarin.